Sigurisht që udhëtimi i mozës nuk ka qenë i thjeshtë dhe sigurisht për të ardhur në qendje të vëmendjes shpeshherë i është dashur të ketë antagonistë dhe janë munduar shumë, janë përpjekur shumë, po besoj ajo që ka qenë nga të parët për ta krijuar këtë antagonizëm mes mozës dhe saj ka qenë Sara, apo jo Sara? Çfarë mund të na thuash sa i përket le të themi kësaj qasje që ti gjetet direkt mbi mozën? A e pe ti si një konkurrente të fortë që duhet krijoje diçka apo ishte thjesht le të themi e rastësishme gjithë ajo që është krijuar në prajmet e para? Atëherë unë do t'i bashkojmë dy opinionistëve, jam opinionista e katërt në këtë rast, së brendshmi. Edhe unë patjetër që e kam parë mozën finaliste po fituese që në javët e para. Dhe ja kam shprehur disa herë që nuk e pse mundohesh kaq shumë, po ajo e kishte me qef të mundohej, nuk kurse e kishte me lodhje të madhe. Patjetër që ka gjëra tek moza që ne kemi diskutuar dhe në javët e para që mua më kanë pëlqyer, mënyra se si moza flet për mëmsinë apo mënyra se si trajton situatat kur janë pak delikate, siç ka edhe shumë gjëra që unë dhe moza bijem në kontradikt dhe në ndryshim me personat e tjerë që edhe kanë ardhur më vonë, po edhe që ishin aty, unë nuk kam pasur frikë që t'i shpreh këto mendime, pavarësisht shpullave që mund të merrja jashtë, siç edhe e prisja që të ndodhte. Thjesht doja të thoja mendimin tim, atë mënyrën se si unë i mendoja gjërat dhe besoj se përplasjet tona përpos 2-3 që mund të kenë qenë të forta, të tjerat patjetër që gjithmonë kanë përfunduar në Megjithatë, të njëjtën le të themi qasje, ndoshta nuk e di a ka ndryshuar apo jo, ka pasur edhe Dona në gjatë spektaklit. Qasje e cila ndoshta e penalizoi ose jo, atë ka vendosur publiku me votë. Si e ke parë ti Dona rrugtimin e mozës dhe cilat kanë qenë ato pika që ti si e përshtatur dot me të? Patjetër për fitoren e pranojmë që është e merituar, të gjithë e kemi thënë dhe e kemi parë popularitetin. Përplasjet, do thoja, nuk është se kam pasur gjithë kohës përplasje. Vetëm herë ishte kur ndodhi incidenti me akulloret, dhe nga ajo herë pastaj... Ti u elimino. Dhe nga ajo herë pastaj që u formua ajo gjëja që unë me mozën kisha një mos pëlqim. Dhe dyta herë pastaj ishte kur unë nuk i dhash dorën, që u kryzova për këtë gjën. Nëse do kisha kthyer kohën mbrapa, patjetër që unë do t'ja jepja dorën, por ai ishte një moment e formuar nga gjendja që u ndodhem këtu në Prime, sepse ndodhi ajo pjesa me ofendimet, Ola me Gresën, ishte një gjë akumuluar në atë moment që thjesht ashtu ndjem edhe ashtu vepruam, por që patjetër nëse do kthesha mbas, do t'ja jepja dorën. E bukur kjo nga ana jote. Kemi luajtur shumë bukur të dyja, duhet t'i themi, kemi pas momente shumë të bukura disa herë, kam pas një bisedë filozofike bashkë me këtë, me Donën, me Bufin, si ti thosha, se i shkonte shumë, edhe kemi luajtur edhe rolin e Kotës me Tanën. E kemi luajtur shumë bukur. Pra nga e kaluar. Po, bashkë me Lirin që kishe vënë një palë mustaqe fantastike, ka qenë një moment shumë i gëzueshëm i joni. Megjithatë, doja të merr një përshtypje nga Zhaku sa i përket rrugtimit tënd. Zhaku hyri nga ato, le të themi, personazhe që të mbështetin në fillim dhe pas kësaj mbështetje pati shumë pengesa rrugës, pengesa të cilat me sa duket dhe po kuptoi pas keni sheshuar. Megjithatë, Zhaku, ti hyre në mes të kësaj gare, sigurisht hyre si dashamirëse e mozës, por përfundoi që u bët antagoniste. Ishte një Jo, s'është e vërtet. Gjithmonë dashamirëse e mozës isha, por në momentin që ajo filloi të zhvlerësonte gjithë kohën që ne kemi kaluar në jetën tonë private, gjithë lidhjen familjare të afërt që kemi patur dhe vazhdojmë kemi, punët që kemi bërë së bashku, dhe kur ajo bonte si kur s'më njifte dhe si kur... Tani si është e vërtet, a njiheni ju të dyja? Dhe kur filloj të insinuonte që unë i kisha marrë burin, që unë isha e rrezikshme, e kupton. Nuk është momenti më vendosi moza në rolin e antagonistes, me sa duket më fal unë nuk e kam vetëm me Zhakun, me çdo person këtu që mund të kem pas fërkime, unë harroj. Bile jam diskutuar se si mund të harroj kaq shpejt. Harroj sepse jam shumë e lidhur me botën time dhe nuk më intereson të mbaj asgjë të keqe brenda. Këtë ma ka bërë vërejtje dhe Atë kemi vënë në reshi gjatë... Që si ka mundësi që ti më s'man as i lloj qëndrimi. Po, dhe falë shpejt. Jo falë, po do me thonë nuk arrin të kryoj një shenjë që duhet që tjetë
sepse energjia dhe gëzimi dhe dëshira për të vazhduar Ti ndaj meje ke mbajt më shumë qëndrim të pa merituar, se sa ndaj të gjitha atyre që të kishin sulmuar më shumë. Dhe ti më vendosë mua në rolin e antagonistes tënde. Zhaku, më falë. Unë nuk e mbarova komentin ti. Po, se ti po thua lidhje familjare, tash mund t'i kesh lidhje familjare, po si keme mua. Ne kemi sqaruar lidhje pune keme mua. Edhe bashkë kemi patur. Lidhje familjare keme familjen me cilën unë jam separe, nuk kemi lidhje familjare akoma, a i t'ka vizituar ty, unë s'kam vizitu në jërë shpia. Po unë t'ka ftuar disa Unë kam koncidu që isha në një drejk që isha dhe ti, aty me ata që erdhën, se po hyja në shpitime. Pra ndaj, të më falësh, po ne ti po vazhdojmë të ashti, po bëndë një të njëtë. Jo, po të them, afiniteti jonë është profesional. Nuk ka rëndësi, mozat, ashti se cili e tregoj vetën e vetë. Po afekcion profesional me tjetërën dhe pisa tjetër është matë. Po nuk është vetëm profesional. Jo, ka që dua. Afekcion profesional unë kam, ja vlerësoj, mënyra se si hyri ishte me ofeza që në fillim, pasaj duke mbrojt shokën nga sulmet e saj u radikalizua, pasaj kuptoj që duhet bënte një bashkë shoqërim me ne dhe asnjëherë s'ja kam mohuar elementin profesional dhe talentin dhe ishte pikërisht ajo që na rilidhi ke Fakiri dhe pasaj çdo gjë shkoi dhe vendosa që të kuptoj që ndoshta ka pak hyqëm te kjo zonjë që mund t'i japi dhe sharm, po kur e tepron pastaj është fare, po. Po, e rëndësishme është kuptojmë që po, dhe fillova që dhe kuptova që kur shkon në trakun e saj, bën atë që urdhëron ose që të thotë dhe mbytur, del shkëlqyshëm. Dhe domethënë u desh pak kohë që t'ja marr dorën, jo, u desh pak kohë që t'ja marr dorën që tregon, edhe kjo tregon që snifemi mirë, sepse po t'ishim shoqe dhe t'njifeshim karakter, unë do të njifja gjërat. Kjo pikërisht tregon që ne snifemi në aspektin e afinitetit karakteriale dhe të intimitetit që përbën një lidhje dy persona që nuk i krijojnë të papritura, tani ne u njoftë. Pra, për mua lidhja jonë ka përfunduar me këtë ferë, sepse unë e njofta kush është Moza në të vërtet, dhe atë që tolerova dhe mbylla një vesh, mbylla një sy, aty dhe u përpoqa gjithsesi që bashkarisht të krijojmë disa momente. Unë nuk doja mbyllte sy dhe vesh, doja mbyllte atë gojën që e ka të rëndë. Me sa duket ti e ke tekaluar këtë situatë pas ke shkruar për një libër. Jo, e kemi tekaluar që brenda. Vazhdon të ashtë u rikëthy e po të njëtës narrativ që nuk është të vërtet. Po lidhje familjare, këto më falë të ashtë too much.